Po, para 17 viteve ka pas sulm në tru dhe syri e ka një komunikim shumë të ngushtë me trurin. Kishte diabetin, ndoshta si ishte? Realisht syri është një organ që e konsiderojmë si një zgjatje të trurit dhe ka lidhshmërinë shumë të ngushtë me tru përmes nervit optik. Për shkak se syri shërben për hyrjen e dritës dhe është nervi optik që e bën lidhjen e syrit me trurin. Dhe në fund truri jep kuptim asaj se çfarë po shohim ne. Shikimi mund të bie do të thotë nga dëmtimi i këtyre rrugëve optike që shkojnë deri në tru, sidomos të sulmet në tru apo gjakderdhjet në tru. Dhe siç e cekam më herët, edhe diabeti, komplikimet e diabetit në sy janë dinë me qenë shumë serioze. Dhe dinë me qenë do të thotë shumë të vështira për trajtim. Kisha rekomandu pacientit që të bëjnë një ekzaminim më të thellë të syrit dhe të shikoj se a e ka prek diabeti syrin apo jo. Dhe në qoftë se ka zhvillu komplikime në sy, filloj me trajtim sa më herët.